Edhe pse jemi në qytete të ndryshme të Kosovës, pjesa jona e pandarshme është edhe portali i radio televizionit 21, aty ju ku klikoni gjatë tërë javës dhe merrni informacionet më të shpejta, më të sakta dhe pa anshme. Kështu që shohim se nga redaksia e portalit të radio televizionit 21, kolegët çfarë na kanë sjellë, cilat kanë qenë lajmet më të klikuara dhe më të vizituara gjatë javës. Përshëndetje për ty Labi, përshëndetje për Prizarenin sot, përshëndetje për gjithë shikuesit që kanë zgjedhur televizionin 21 që të jetë në shoqërimin e tyre. Takohemi si çdo fundjavë për t'ju informuar më të rejat e javës që lëm pas. Dihet që ka qenë një javë mjaft dinamike me ngjarje për plot interesante, të cilët gazetarët tanë janë munduar që në përpikmëri t'i sjellin tek ju. Në vazhdim ju ftojmë t'i ndjekim së bashku materialet e përgatitura. Edhe këtë javë në lajmet më të klikuara në portalin 21 Media dominuan lajmet e vendit. Lajmi më i lexuar është Prishtinë, festë dhe protestë, drejt për drejt në radio televizionin 21. Pas tij vije lajmi Dasma Pejane tek lufta e nuseve. Nga sfera e kulturës kemi këto dy lajme më të klikuara: Netët arabe, shfaqja e parë e baletit për si vjet, dhe lajmi Botimet të reja, lumturia e Daud Demakut. Këto lajme janë të përcjellura me video të përgatitura nga gazetarët e kulturës. Nga showbizi kemi lajmi nga këngëtarja Eneida Tarifa, që do të përfaqësoj Shqipërinë në Eurovision. Kënga Përrall e Eneida Tarifës në duart e producentit Robbie Williams. Dhe lajmin Vjollca Llapashtica, ju i kopjoni këta, këta po më kopjojnë mua. Nga sporti veçojmë lajmin Kupa e Kosovës, rrethi 2, lajm ky i përgatitur nga gazetarët e sportit. Shikues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet më të lexuara dhe më të klikuara nga ju. Sot është diel, ditë pushimi dhe çka e karakterizon ditën e sotme, ju mund të klikoni në portalin rtv21.tv dhe të informoheni me më të rejat e ditës së sotme.